Ne kemi raste të që tentativat me in vitro mund të kenë qenë mbi 5, mbi 7 deri në 10. Ashtu. Po, dhe kanë dështuar për kushte specifike. Dhe ajo çfarë ne I këshillojmë çdo nënë dhe para se të shkojë, dhe nëse domethënë e ka zgjedhur si alternativë dhe ne nuk duhet të ndryhim te kjo gjë, është që mund të ndodhë që ti e bën IVF-in, e fut domethënë implanton dhe dështon prap. E kuptoj. Sepse nuk është problemi vetëm te ngjizja paraprake, por sa I balancuar është trupi nënës për ta mbajtur këtë embrion të ri. Dhe këtu futet prap ai që ne folëm dhe ai çeku, ai kontrolli, protokolli paraprakisht që trupi nënës duhet jetë I balancuar, duhet jetë I pastër, duhet jetë I mineralizuar. Domethënë ka një nënë që ka problematika të një ataku paniku, është në gjendje ankthi, është gati trupi I nënën për ta mbartë këtë lloj misioni. Kortizoli për shembull. Kortizoli lart, por ka efekte jashtëzakonisht shumë negative. Për shembull, fermat harrojnë sot për shembull që shumica ferma I kenë me këmbë të ftohta dhe dorë të ftohta, automatikisht kjo tregon që dhe mitra e tyre është e ftohtë. Dhe qarkullimi I gjakut është I kompromentuar. Dhe një mitër e ftohtë nuk mund të ngjizë.